Qëre, ligji për zgjedhje kur ndryshu e ka bo prej 5 deputetëve mi votu 10. Dhe më thonë është të rritë shpesh herë probleme mu është këtë farë numrin 10, mi gjithë dhe deputet amën që ty të flenë zemra në ta dhe ja vlenë mi votu. Po kur ty s'kam votu të 10, i ka pasë edhe zgjedhje, s'ka votu 10, kërkën s'ke bu marë pjesë. Tja me zdërbe po këshirë mu bëtë deputeta. Edhe sigurisht që ndikon bre tash, për çka me dojnë zgjedhje? Gjithë u patë kriju një farë perceptimi që qa ki me dojnë zgjedhje sa është të kështu ta vjedhin votën. Edhe po del që, vëlloj, kanë drejt me njerëzit. Kam pas interesat, Nëse në 14.000 vota 6.000 ke vjedh, është problem, valloj është problem. Ta është zhjith sot dalin në për komuna tjera, se nëse vendoset sot me shku në numërim, e që besoj që do të me shku krejt Kosova në numërim, edhe për me që ke farë dukurie më shpërfaqë se kjo ka egzistu, nuk është këto zgjedhjet e para që ndodhin. Këto ndodhin çdo vit. I ka ndodhur Ardian Kastratit në PDK. Besniktarit këtere kalu me kemi përmet, apet ja këshin vjedhë 100 sa vota. Ma aktivi Partisë Demokratike për 4 vjetë. Nuk ka posë opozitor më të mirë. Mrena ka posë përqami atë. Ja ka vjedhë vota, s'ka posë përqami, ju kanë vjedhë njerit vota. Po, rival të vetë i ka përmena